Hoxhë nderuar, me juve sot kam dëshirë ta diskutojmë çështjen e tregimeve. Gjithsesi dua një tregim të na tregoni. Edhe pse ka plot mohabete, ju me tregime, me prolla, anë nga antifetarët, po sidoqoftë, tregimet e sakta, të vërteta që vërtet kanë ndodhur në historinë e përparshme, vërtet mundet edhe me na inspiru për jetat tona. Andaj kisha pas dëshirë një tregim të na tregoni. Unë do ta tregoj një tregim apo një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili hadith gjendet në librin e Muslimit, në librin e Imam Ahmedit. Padyshim se këto tregime janë nga fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është shpall prej Allahut, se pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka fol nga hamendja, po ka fol ajo që është shpall. Andaj këto tregime të cilët janë të vërteta janë shpallje nga Allahu xhalla shanu. Nuk janë vetëm tregime në ato kohëra, po janë mësime edhe për kohën tonë. Andaj njeriu mund të mirret mësime, porosi nga çdo lloj tregimi ku gjendet në librat e hadithit.